Ministria e Mbrojtjes paralajmëron rreshje intensive gjatë 48 orëve të ardhshme, veçanërisht në zonën e Gjirokastrës, me rrezik të shtuar për përmbytje dhe rëshqitje dherash. Në një takim koordinues, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu dhe drejtori i përgjithshëm i AKMC-s Haki Çaku njoftuan se të gjitha masat paraprake janë marrë ku ekipet po kryen veprimet parandaluese, ndërsa strukturat e mbrojtjes civile janë të gatshme për ndërhyrje të menjëhershme ose evakuim të banorëve, nëse situata do ta kërkoj. Kam kërkuar edhe nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura që mjetet e kalueshmërisë së lartë, personeli i dedikuar i bazës mbështetëse të emergjencave civile të dislokohet që sot në terren, veçanërisht në repartin e Vaudesit, që është dhe reparti që zakonisht mban peshën kryesore të mbështetjes bashkisë Shkodër, po edhe të gjithë zonës së nën Shkodrës. Dhe në këtë aspekt besoj se do jemi në kushte gatishmërie maksimale dhe operacionaliteti maksimal. Do jetë një përpjekje shtrirë disa ditore, pra siç e theksuat dhe ju, kemi një shtrirje të madhe disa ditore të rreshjeve, ndaj dhe koordinimi në kohë reale është i domosdoshëm me të gjitha bashkitë dhe strukturat e tyre, në mënyrë që të mos kemi asnjë zonë të pamëndluar, qoftë kjo me mjete, qoftë me mjete të reagimit të shpejtë. Nga ana tjetër, në zbatim të planit emergjencave civile, edhe strukturat që lidhen me bazën mbështetëse për popullsinë, rezervat e shtetit janë po ashtu në gatishmëri në rast nevoje për të ardhur në mbështetje të çdo shqetësimi që mund të ketë popullsia në terren. Nuk do lëmë asnjë bashki vetën përkundrejt këtij rreziku. Në zbatim të planit kombëtar të emergjencave civile, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në koordinim të plot me prefekturat dhe me bashkitë përkase, respektive kanë marrë që të gjitha masat për rifreskimin e planeve kombëtare, planeve të emergjencave, për aktivizimin dhe mbajtjen në gatishmëri të plot të gjithë kapaciteteve të deklaruara prej tyre. Dhe sot thuajse të gjitha bashkitë dhe prefekturat në nivel qarku, por edhe në nivel kombëtar janë të mobilizuara totalisht. Pritet data 18 këtë një intensitet të shtuar, cili mund të efektojë drejt për së drejti, ashtu sikurse në këtë datë priten që rreshjet të jenë intensive dhe të përshkruajnë thuajse që të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ndonse në pjesën jugore pritet që intensiteti në Gjirokastër të jetë më i lartë, çka sjell shpeshherë edhe ngritjen e nivelit edhe të nivelit të Vjosës. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile u kërkon bashkive të jenë në gatishmëri të plotë dhe të marrin masat parandaluese, ndërsa qytetarëve u bëhet thirrje të qëndrojnë në banesa dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme. Në rast situatash të vështira, banorët këshillohen të njoftojnë menjëherë autoritetet lokale. Strukturat përgjegjëse do të përditësojnë publikun me informacion të vazhdueshëm për motin dhe zhvillimet në terren.